Është kënaqësi e veçantë për mua të hap sot këtë aktivitet simbolik por shumë rëndësishëm për ne, roli i gruas në anës motrës dhe gjyshet në sy të fëmijëve të tanë. Shërbimi social i Bashkisë Lezhës her pas herë ndryshon tematikat me rastin e 8 marsit për të parë dhe për të vlerësuar rolin e gruas dhe kontributin e saj në shoqërinë tonë. Mendimin e profesorit Hyp Frokut dhe në mbështetjen e Mirior Loretos dhe me punën e pakushtëzuar të nënpunëses tonë gjinori Suada Lekaj, kemi punuar gjatë gjithë kohës me këta fëmijë për të parë sytë e këtyre si e perceptojnë rolin e nënës së tyre. Sytë e këtyre na kanë treguar që nëna tyre, gjyshja tyre dhe çdo grua që punon dhe jeton në shoqëri ka një vlerë të veçantë dhe veçanërisht tek ajo puna e papaguar të cilët ato kontribuojnë çdo ditë në shoqëri dhe në familje. Çdo pikturë që ne do të kalojmë pastaj ta shohim tregon historinë e veçantë në sy të fëmijëve të një nëne. Këta fëmijë na kanë gëzuar me përkushtimin e tyre dhe me punën e tyre që kanë bërë duke i përkushtuar rolit të nënës. Kur profesorin e thirrëm tek zyra dhe i thamë që kemi vendosur që të shohim rolin e gruas në sy të fëmijëve, që për ne është shumë rëndësishme të kultivojmë të fëmijë barazinë gjinore që në moshë të vogël. Profesori pranoi me shumë kënaqësi, por tha nuk e di se çfarë do bëhet, do dalë diçka e bukur. Profesori shumë faleminderit se për ne na ka dhënë një gjë shumë e bukur. E kemi ndjerë hap pas hapi dhe vim këtu me një ekspozitë që këta voglush jo vetëm na kanë sjellë një ekspozitë, por mund të krahasohen dhe me piktorët që tashmë mund të jenë të certifikuar. Për mua është shumë kënaqësi që kryetari i bashkisë e ka vlerësuar, ashtu siç bën gjithmonë duke vlerësuar punën e shërbimit social, duke dhënë një rol shumë të rëndësishëm profesionistëve, vajza dhe gra që punojnë në Bashkinë Lezhë. Dhe përtej, duke shtuar gjithmonë buxhet shërbimit social për të ndihmuar gratë dhe vajzat që kanë nevojë për shërbime nëpërmjet shërbimit social të Bashkisë Lezhë. Faleminderit dy nënkryetarëve që vlerësojnë gjithmonë punën e shërbimit social dhe veçanërisht punën time duke më bërë krah për të vlerësuar rolin e çdo gruaje, rolin e çdo profesioniste që ndikon sadopak për të ndihmuar që ne të kemi një shoqëri sa më të mirë dhe sa më vlerë. Kryetar dhe një herë faleminderit. Fjala për ju. Mirë, krime 8 marsin fillimisht, me qenë se jemi para, po gjithsesi nuk na pengon që ta urojmë sot. Është shumë kënaqësi të marrësh pjesë me një ekspozitë këtë veçantë me një fokus në fakt që mund të kishte shkumenje, por që është shumë simbolik se si fëmijët e shikojnë nënën e tyre nëpërmjet artit. Dhe të shpresh nëpërmjet artit është një nivel shumë i lartë se sa të shpresh me gojë apo shpresh me veprime, sepse në art kuptohet se derdhet gjithë ajo ana shpirtërore e gjithkujt dhe unë mendoj se kjo është një gjetje jashtëzakonshme. Ju falenderoj gjithë ju që keni botë mundur këtë lloj ekspozite, profesor shumë faleminderit. Nga ana tjetër ndjej kënaqësi se aktivitetet shumëta Bashkia e Lezhës në bashkëpunime edhe me organizatat jo fillimprurëse, edhe me aktorë të tjerë të shoqërisë në Lezhë, edhe me fëmijët, me profesorët, është bërë tashmë një vjushmëri e pathyeshme që vazhdon dhe ne kënaqemi sa herë jemi në ambiente të tilla sepse kemi diçka për të shprehë, bëhemi bashkë
inspirojmë një tjetrin. Një tjetër aspekt është edhe promovimi i artit, i atyre që kanë fëmijëve, sidomos që kanë talent. Për unë kam thënë që kam vajzën në fillim dhe nuk jam unë re, se ajo kishte talent për pikturë dhe e lamë si fazore. Dhe themi kur ujtum ne se ajo ditë pikturën dhe ishte pak vonë, por gjithsesi ajo u bë ndërmjetësia se ditë artët, por ne nuk ishim të vëmendshëm. Unë mendoj se gjithë ne si krim do të jemi. Tash unë jam gjysha, do të shoh liga. Po ne duhet të shikojmë në sytë e fëmijëve edhe ato cilësi, të cilat i dallojnë fëmijët dhe i bëjnë që edhe të ndihen mirë, po edhe duke investu diçka nëpërmjet pikturës ose duke transmetuar diçka nëpërmjet pikturës tek prindët, sidomos tek nëna që është një tjetër gjë në kuptimin e fëmijës, në këndvështrimin e fëmijës është diçka shumë domethënëse që përveç aktivitetit mund në zonë dhe shpirtërisht më bën shumë mirë, më jep energji pozitive dhe në fundit gjithë ne për këtë energji pozitive kemi nevojë që të gjejmë momente të tilla ku me shikojmë një tjetrin me shumë dashamirësi dhe unë i shikoj këtë fëmijë si një model jashtëzakonshëm në shoqëri që nesër këta janë garanci për një sjellje ndryshe, për një mënyrë tjetër të bëjë gjërave në shoqëri, larg asaj që ne pak kemi të infektuar me brezit tonë. Jo marrë, se marrë është ekselent. Nuk pranon shumë. Faleminderit gjithë dhe gëzuar edhe herë. Faleminderit drejtoresh së shërbimit social. Në fakt, më duket sigurisht tash e kam shkarkuar përgjegjësinë që kisha gjatë momentin që i thash po jo pa përgjegjësi, sepse e di puna që duhet që realisht që edhe fëmijët me dhënë fjalën e tyre, me dhënë ato emocionet e tyre, me i shpreh nëpërmjet artit. Po ashtu edhe tema e cila ishte shumë delikate, por që fëmijët jam shumë i lumtur e kanë punu me shumë kënaqësi edhe me shumë ndjenjë. Gjë që kjo do të thotë që me shumë pak mbështetje edhe pse Fondacioni Mary Ward Loreto i ka ndihmuar me telajot, kjo do të thotë që me shumë pak mbështetje fëmijët janë daf me bë kryevepra të tilla. Dhe thirrja ime që do ishte në këtë rast, edhe me që kam kryetarin tu, është mi suportu, mi ndihmu sa më shumë fëmijët që të shprehin botën e tyre nëpërmjet artit. Po ashtu, nga tjetër, kjo është një festë shumë e veçantë që ka për simbol gruan në them, dhe ajo që fëmijët kryesisht e shohin gruan është pra nënën e tyre, e shohin si një përpik ku përfaqëson ata edhe gjithë familjen e tyre. Dhe për këtë thjesht arti është minimumi që mund bëjmë për familjen dhe për figurën të mërë. Faleminderit Dhe që gjohë se më nëziti ti profesorit. Ne tash i hapim një reload për projekte artistike. Ku 70% e projekteve do të jepen gjithë talenteve të Lezhës. Kush ka një projekt, hera parë që hapim si vjetë, kemi akordu në budget një shumë që po e rrullën po e shtojmë të tjepë. Që më shumë përkenën që se di sa të shkoj, va shkoj 20 po e herë. 23 milion dhe ne do të hapim shpallin për gjithë projektet artistike që vinë. Me duke dhënë një përveç atyre që kemi në dinamik të përvitshme, ne si vetë flusim edhe një fuqi tjetër motorike për t'i bë disa grupe fëmijësh apo grupe të tjera artistike të shumëllojshme që të shprehen dhe të kenë edhe në shtetin tonë financiar. Ka që ta dini këtë punë, kush nuk e di ta mësoj dhe ta shikoj me vëmendje se janë lekë aty. E do të marr. Faleminderit. Faleminderit profesor.
kuptuar që takova që the duhet që të mbështesim fëmijët, në fakt ne do të mbështesim në të gjitha llojet e mënyrave të mundshme, por sot kemi menduar që të gjithë fëmijët do marrin nga një certifikat nga kryetari i bashkisë. Ky është hapi i parë drejt suksesit të tyre në fushën e pikturës dhe të jenë sigurt ta fëmijë se sa herë që këta do të rrëkasin te dora e arsimit të bashkisë, e shërbimeve sociale, këta dhe familjet e tyre do jenë të mbështetur, ashtu siç këta na ndihmuan sot në aktivitet, do jemi në mbështetje për këta. Ne do donim të kalonim me kryetarin e bashkisë të gjitha pikturat dhe gjatë kalimit të pikturat do t'ju japim certifikat. Është një grua që ka marrë një mesazh global. Përshëndetje, jam Martina Peka, studente e profesor global. Dhe me pikturën time kam dashur të përfaqësoj figurën e nënës dhe sakrificat e saj që bëjnë çdo ditë për familjet e tyre, të cilat sakrificat e cilat ne si fëmijë nuk arritëm që t'i kuptojmë. Kam dashur të tregoj edhe për punën e papaguar të nënave tona që bëjnë çdo ditë dhe më kanë rast të mos janë të falenderoj të gjitha nënat në emrin, të emrin e të gjithë bashkëpunëtorëve tonë. Hajde ta shohim gjyshi. Gjyshi atje. Si që të shih me piktur kalë, që simbolizoj pranverë dhe pranvera, ka rezervat për kardinala, shkruja më për ka shumë për tjerë, dhe më duhet është pak të vete, është pasë në shkrimë, që të është një Shumë për vota e saj. Kam bërë nënën me fëmijën e saj, sepse kam dashur të shpreh dashurinë që ka nëna për fëmijën e vet. Dhe thjesht mund të them se dashuria e mamas është pasuria më e madhe që ne mund të kemi. Bravo. Që bën në krahë shtëpinë, që përfaqëson nënën që bën zborën e shtëpinë. Koncept shumë i mirë. Unë quhem Vjolla Gjergji. Këtë pikturë kam bërë Për nënën dhe për ty. për nënën se e dua shumë. Dhe nëna i bën të gjithë kalamajt. Dhe tonë zhura për t'jellin dashuri, kulturi dhe besim mes njëra tjetrës. Unë e dua shumë mamin dhe për mua ajo është heroina ime. Marrë ti mësën dhe babalar. Shumë, e rritë mami me ty, mi që më gojë? Bravo. Hajde. Mamin tim që e dua shumë dhe respektoj, për më e rëndësishme është të dëgjojmë fjalën gjithmonë. Po qa përgjigje ti për atë?
Unë fytyroj mamën time si rënja një lutje që sjell gëzim dhe lumturinë në familjen time. Është koncept Dhe me këtë pikturë kam dashur të prezantoj sakrificat që bën nëna për të na rritur. Baba tonë ashtu. Baba